Trokitja Dermëter ishte ndër porosit kryesore të strategut të fushatës së Partisë Demokratike Kris Lasivita. Kandidatët për deputet Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Vlorës zhvilluan një bashkëbisedim online me Lasivita. Në këtë bashkëbisedim në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit, ai ka shpërndar mesazhe të një rëndësie të veçantë për të gjithë kandidatët me theks fitoren e zgjedhjeve të 11 majit. Kris Lasivita i ka vënë një tekst të rëndësishëm ditëve të mbetura të fushatës, ku sipas strategut amerikan janë këto ditë përcaktuese dhe vendimtare. Mes kandidatëve për deputet në këtë bashkëbisedim ishte edhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj. Edhe vetë kandidatët për deputet kanë ndarë në rrjetet sociale momente nga ky diskutim, teksa shprehen: patëm privilegj dhe kënaqësinë e veçantë të bashkëbisedonim me strategun e fushatës së Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore Kris Lasivita. Sipas tyre, ky ishte një takim frymëzues që i motivon edhe më shumë në rrugëtimin për ndryshim. Takimi mes Lasivita dhe kandidatëve u zhvillua online, ku kanë dhënë porosi se çfarë mesazhe duhet të përcjellin tek elektorati. Strategu i fushatës mësohet të ketë udhëzuar kandidatët që të vijojnë me prezantimin e programit dhe të shtojnë takimet në terren. Gjatë një prononcimi të fundit të dhënë për mediat, Lasivita ka theksuar: këshilloj kandidatët, flas me Dr. Berishën, diskutojmë për strategjinë, diskutojmë për mesazhin e rëndësishëm dhe mesazhin e të qenit aktiv në terren e të folurit me votuesin, në mënyrë që të sigurohesh që njerëzit do të votojnë. Po përpiqemi që të inkurajojmë njerëzit që të shkojnë të votojnë, sepse ndjejmë që kjo do të ndihmojë Dr. Berishën. Lasivita ka komentuar edhe programin e Partisë Demokratike. Mendoj se kanë një program shumë solid, jo vetëm që flasim për pagë minimale, flasim për minimumin etik, flasim për vëmendjen që duhet kushtuar në mënyrë që familjet shqiptare të mos coptohen, kaq që të rinë të largohen duke shkuar në Itali dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Greqi për të gjetur punë. Mund të qëndrojnë këtu. Familja është shumë e rëndësishme, shpreh ndër të tjera ai.